Veprat e një prej muzikantëve më me ndikim të shekullit të kaluar dhe të tanishmit, Amerikani Philip Glass, kanë qenë kryefjala e koncertit të radhës së Filharmonisë së Kosovës. Muzika bashkohore me stil minimalist, për çka njihet kompozitori, e ka sjellë orkestrën në dimension më të veçantë nga që ngjan zakonisht. Me dirigentin Gregory Charette dhe violinistin Maximilian Haft nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, është sjell tradita muzikore amerikane. Jo rastësisht koncertin e ka drejtuar Charette dhe solist në violin është zgjedhur belgo-amerikani Haft. Janë siguruar që veprat e Glass bashkë me orkestrën e Filharmonisë së Kosovës të luhen në përsosmëri absolute. Koncerti nisi me koncertin për violin numër 2, 4 stinët amerikane të kompozitorit ikonik. Secila kohë fillon me lojën e gjatë të solistit Haft si intro e pjesave. Koha e dytë vazhdon e pa shkëputur nga e para, veç se dallohet me shkëputjen e orkestrës nga solisti. Kur pjesa tjetër e instrumentistëve bashkohet, vjen një natyrë e errët, ndërsa solisti vazhdon të mbivendos tinguj emocionues mbi shtresën e ansamblit të tingujve. Ata janë hipnotizues, krejt instrumentet janë në një linjë të pashkëputura. Në disa pjesë, solisti inicon gjallërinë e përkohshme jetë shkurtër. Edhe në kohën e tretë, pjesa solistike vjen si përmbledhje e shpjegim se çfarë do të pasojë. Është lojë më e gjatë dhe e tillë e me plot nuanca tingujsh ka ngjarë komplet pjesa e veprës. Është më atraktive e dramatike, ndërsa e fundit dramatike e dinamike. Dirigenti amerikan Gregory Charette ka thënë se kompozitori Glass është frymzuar në 4 stinët e Vivaldit për këtë vepër. Është e bazuar në muzikën e Vivaldit. Çdo kohë është e bazuar në stinë. Frymëzimi qendror për instrumentalin që përdor është vepra 4 stinët, por në vend të një harpsikord, ai përdor një synth për të sjellë ritmet e popit modern. Janë të dyja bashkë instrumentet dhe struktura. E ka vlerësuar të nevojshme interpretimin e veprave bashkohore klasike, si për publikun, veçmas edhe për zhvillimin e orkestrës. Orkestrat në Amerikë dhe në Evropë njëherë në muaj kanë koncerte me muzikë klasike bashkohore, por kjo jo gjithmonë ndodh në Prishtinë, sepse orkestra është duke u ndërtuar ende, po bëhet më e mirë secilën herë. Kështu që menduam se pse të mos e shfrytëzojmë këtë mundësi dhe ta bëjmë një koncert me muzikë klasike bashkohore. Philip Glass nuk është kompozitori më sfidues, është minimalist. Njerëzit kënaqen me të, sidomos ata që nuk e adhurojnë shumë muzikën klasike. Audienca në Prishtinë ka qenë më e ngrohta që mban mend për shumë vjet violinisti Maximilian Haft, me origjinë nga Belgjika, por që jeton e vepron në Shtetet e Bashkuara. Në Prishtinë ka ardhur për herë të parë pikërisht për të interpretuar 4 stinët amerikane të Glass, për të cilën vepër thotë se është shumë domethënëse për të. Ishte kënaqësi absolute të luaja këtë vepër që ka domethënie të madhe për mua. Unë jam amerikan, sikurse edhe belg, por jam rritur në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, duke dëgjuar veprat e Philip Glass. Ai ishte frymëzim për mua. Vjen nga një traditë roku dhe klasike. Kjo është arsyeja pse më pëlqen ta luaj. Kënaqem duke e luajtur, si edhe titulli 4 stinët, në anglisht vërtet rezonon me mua. Në pjesën e dytë të koncertit është interpretuar simfonia numër 1 me titull Low e Glass, e bazuar në tema muzikore nga David Bowie dhe Brian Eno. Kjo simfoni e kompozuar në vitin 1992, bazohet në albumin me të njëjtin emër të David Bowie dhe Brian Eno të vitit 1977. Kompozitori Glass ka marrë tema nga 3 prej instrumenteve në album dhe duke i kombinuar me materialet e tij ka përdorur si bazë të simfonisë së tij. Zëvendësuesi i drejtorit të Filharmonisë së Kosovës, Dardan Selimaj, ka thënë se programi është përzgjedhur pasi është e nevojshme të dëgjohet muzika e kompozitorit Glass. Koncerti i sotëm i Filharmonisë ka qenë koncert
autorial, ndoshta mund ta quaj për shkak se i dedikohet muzikës së një kompozitori jashtëzakonisht rëndësishëm amerikan, përfaqësuesi minimalizmit. Është një program që prej kohësh e kam menduar ta bëj pjesë të sezonit. Nuk është program standard, por Filip Bllaskës që është një kompozitor që duhet të dëgjohet nga publiku i Prishtinës. Dhe jo rastisht përzgjedhja e dirigjentit edhe solistit ka qenë ajo e cila ishte, sepse të dy janë avokus të muzikës bashkëkohore. Derisa ka folur për programin të cilin e quan autorial, ka thënë se ka qenë krejtësisht premier në Prishtinë. Koncerti për violin numër 2 i Filip Blasit është një koncert të cilin pa ta menduar ta programoj shumë vite më përpara, por për një kohë të gjatë ai ka qenë i rezervuar vetëm për violinistin Robert McDuffie, edhe tani nuk ekziston më ajo ndalesë, sepse vepra është shkruar për ta. Dhe pjesa e dytë është Simfonia numër 1 e Filip Blasit, e cila është bazuar mbi temat e albumit Low të David Bowie. Dhe ne nuk kemi interpretuar asnjëherë një simfoni të Filip Blasit më parë. Gjithë programi ka qenë premier për ne. Koncertin e radhës, Filharmonia e Kosovës e zhvillon më 15 prill në autostrada Hangar në Prizren, ku do të jetë e angazhuar orkestra frymore, ndërsa 30 më pas do të zhvillohet koncerti në ateljen e Pallatit të Rinisë në Prishtinë për nder të 340 vjetorit të lindjes së Bachut.